Kemi në studio, tashmë kemi kryetarin e Federatës së Ciklizmit të Kosovës, Avninu, në studio, me të cilin do diskutojmë për ngjarje që realisht mund të quhet historike, organizimi për herë pari kampionatit ballkanik në ciklizëm në Kosovë. Zoti Nua, faleminderit shumë që jemi me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi për Radio Dugaxhinin të jam prezant sepse është një radio e cila po ndëgjohet në gjithë trevat shqiptare dhe është ndere privilegj të jem pjesë e këtij emisioni. Kampionati ballkanik i ciklizmit arrin në Kosovë. Po më në fund. Sa është realisht si lajm, sa është lajm i madh për vetë të vendin, por edhe për pjesëmarrës që kanë qenë. Dëgjoj ka qenë sfidë kur kemi marrë në janar kë event sepse kemi Ballkani në shumë media kom thënë që është shumë problem sepse shumë shtete nuk e njohin shtetin e Kosovës si shtet dhe fatkeqësisht sfidat e mëdha janë të pa imagjinueshme dhe parimisht me i bind me orë. Problemi i bindjes së pare ulës në tavolinë dhe propozimit një eventi të cilën është dashur të organizohet edhe të bëhet kërkesa zyrtare në Federatën Evropiane Botërore për të qenë pjesë e një eventi kaq të rëndësishëm. Dhe unë kom po të arsyeshme, kom po nevojshme, kur kam qenë në shumë evente, mbi 25 vite pjesë e ciklizmit Kosovës në shumë pozita, trener, mekanik, nënkryetar, antar bordi, pastaj selektori kombëtar të Shqipërisë në kampionate ballkanike po flas. Kom po organizimi ka qenë më mirë organizuar Federata e Ciklizmit Kosovë organizon më mirë kampionatin e Kosovës se sa një event ballkanik që kanë organizuar vende të tjera. Dhe prezantimi ka qenë serioz dhe serioziteti ka qenë personalisht ndaj meje, që serioziteti mbarvotja, por edhe prezantimi i shtetit të Kosovës ku në asnjë event ndërkombëtar, kësaj përket kongreseve, mbledhjeve teknike zyrtare nuk ka mungu për arsye kam dosh që t'i sjell Kosovës një eksperiencë të veçantë për ciklizmin, ku ka mundësi shumë njerëz të flasin edhe të mendojnë se është lehtë dhe është shumë mirë dhe Avninua ka mundësinë dhe familja Nuha ka kapacitetin, por mos të mendojnë ashtu. Kosovës vetëm me një Avni nuk ka mundësi të mbyllet kjo aktivitet. Po do të punojmë më shumë, që të lëmë pasardhës dhe të bëjmë më të mirën e sportit për këtë rini. Është edhe një element i rëndësishëm këtu në këtë diskutim. Fakti që nëse organizohet mirë të krijon besimin te Federata Evropiane dhe Botërore. Nëse se organizon mirë të merr minus. Po. Edhe është një imazh shumë i keq negativ. Po. Ne jemi para shumë sfidave ku deri në 2030 do të kalojmë shumë sende si testuese ku puna jonë si federat, nuk po flas si Avni, po si federat, prezantimi së bashku me sekretarin general, të cilin unë i uroj shëndet sepse ka një aksident shumë të madh i ka ndodhur para 3 javë. Dhe është në spital në gjendje shumë të rëndë, ka fraktura, ka mbethyra. Ju urojmë shëndet. Faleminderit shumë dhe ne kemi bërë punë shumë të madhe. Dhe puna jonë është që ta bëjmë pozitivitet dhe test të cilat na presin deri në 2030 në lora mesatare ne për një kategorie të ciklizmit rrugor kemi fut edhe kronometrin brenda kalendarit në lora mesatare dhe kemi fut ciklizmin malor. Do me thonë, diçka është bë, po a jemi njerëz ne që bëjmë marketing, jo, ne nuk na vjen marketingu, ne na vjen puna që nesër t'ja lëm diku dhe ta shohim si me të vërtetë ka diçka organizative. Dhe unë në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Kosovës më kanë urrë dhe më kanë falënderuar, më kanë thonë është punë e madhe, sepse për herë të parë në Taranto të Italisë morrin 3 ciklistë pjesë në 2 kategori. Kronometër dhe rrugore. Do me thonë është bë diçka dhe është jo lut, po është bë një punë ku testimi i kësaj është kampionati ballkanik ndoshta. Kur kanë mundësi me organizu, kur momentin vetëm sot kanë orë 150 musafir.
dhe nesër pritën edhe 150 tjerë, 300 musafir në një sfidë të jashtëzakonshme të temperaturës, të hap në ambient hapur. Pastaj policia e organizuar ku fatkeqësisht kemi zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Këto janë sfida të cilët Federata Ciklizmit Kosovës mundet me 10 vetë ta kryejnë në këtë event shumë të madh. Po kemi filluar të hapim, kemi bërë një këshill organizim mbi 15 vetë, secili punën e vet nga qeveria, nga ministria, nga mediat dhe po mendojmë ta përfundojmë si është më së miri. A kemi probleme? Po. A do të ketë sfida? Absolutisht po. Po kemi ditët po afrohen dhe po mendojmë që të dalim më të mirë. Mbi gjitha, lut Zotin që mos kem aksidente ciklistët, sepse për më bëni ciklist i mirë, i sportist i mirë, po do shumë vite, dhe në Kosovë një fatkeqësi shumë e madhe që është duke na ardhur. Unë në 2022 në Algjeri, në lora mesatare kom cek para Komitetit Olimpik me vetëm brenda Komitetit Olimpik kantorë të bordit. Jo kom thonë, do të na vjen një kohë, edhe është duke ardhur koha që rinia ju nuk do të marrë me aktivitete sportive. Dhe besoni, ka probleme ndoshta shumë federata të cilat hezitojnë t'i cekin, më në flas realisht, shpirtnisht, që klubet nuk janë duke punuar shumë në sport, në brenda atyre. Dhe une, federata ka obligative që antarët e reprezentacionit kombëtarës Kosovës me mbështet në gjitha aspektet, me rekvizita, me kampe, përgatitje, pajisje, rezervë dhe me qenë shumë të gatshëm që të përballemi me të dalim me ball hapur para sportistëve e jo me diskualifikime në kilometrin e parë sikur që ka ndodhur më herët. Dhe me të vërtetë na kemi sfida dhe po shoh që hezitimi i njerëzve të cilët dojnë me bëu këtë punë është shumë e rëndë. Sot ta kem një pasardh, sot jam gatshëm të eci sepse kam punë të mia, biznesin tim shumë të mirë dhe jam në një pozitë në Kuvendin Komunal Ferizaj, sepse kam vlera atje në qytetin tim dashur. Dhe unë këto vlera do t'i kam qef në qytetin tim dhe mos mendoni që unë kam diçka interes personal ose familjar, por të gjitha këto janë volontere. Dhe statuti nuk ma lejon unë me ndodh me marrë diçka. Dhe unë gëzojmë që ka mundësi dhe është nder që këtyne sportistëve që ofroj më të mirën dhe unë sportistëja ku më ofru përveç kampionate botërore, përveç lojëra olimpike në 2016 në pjesëmarrës, ju ku më ofru gjitha të mirat në qytet, në shtetin tonë dashur, ata që e dojnë Kosova, ata që e dojnë dhe kanë nder është sot. Unë i falenderoj policinë e Kosovës dhe i los edhe unë falenderoj shumë Ministrinë e Infrastrukturës dhe i los ata mbikëqyrës që janë të rrugëve të na ndihmojnë dhe të sigurojnë rrugën shtekun si është më së miri, sepse Federata Ciklizmit Kosovë nuk është personale familjare, po është institucion të cilën ne në vitet e 90-ta kemi bërë paralelizëm dhe ka vdek paralelizmi dhe tash do të unifikohemi në gjithë aspektet, sepse këtu nuk prezantohet më shteti, federata, po prezantohet shteti, dhe unë falenderoj shumë ministrinë të cilën na ka mbështetur financiarisht. Po është nder për herë të parë që na mbështet në mënyrë shumë serioze. Por neva ajo rrugë, tash rruga tjetër është që ne të jemi të bashkë dhe presim të marrim të hyjmë në treshën e parë ose mos të disfalifikohemi në start. A ka qenë Serbia pro organizimit të kampionatit ballkanik, edhe a kanë me marrë pjesë garues të tyne në këtë kampionat ballkanik që zhvillohet në Kosovë? Të themi kështu shpirtnisht para juve, na jam se ti kini je doajen i sportit edhe mediave. Në 2015 në Richmond kur jemi pranu, kur kam qenë unë prezent, mos harrojmë, njerëzit ndoshta po harrojnë që vetmja Federata e Ciklizmit Kosovës është pranu në Federatën Botërore të Ciklizmit pa asnjë abstenim dhe pa asnjë vot kundër. Do më thonë diçka është bo dhe ai hap nuk ndal, po ka ecë përpara. Në kampionatin, në kongresin ballkanik që është marrë në janar, 18 janar, ku është bë dhe data
zyrtare 5-6-7 qershor ka votu edhe Serbia. Do më thonë, prej 12 shteteve ka qenë pro edhe Serbia. A vin tash, a nuk vin, ka përfundu ajo fazë, dhe ata fatkesisht kanë probleme politike, që ndikohen shumë, ne jemi të hapur, sporti është ambasador, dhe ne kemi qenë të përgatitur që do të vinë, dhe unë kom bisedu me njerëz instancat më të larta shtetërore, që në qoftë se vinë se si do t'i bëhet siguria, si do t'jenë të organizuar, si do të përcillen në garë, pas garës, po janë siguruar gjitha kushtet nuk kanë ardhur dhe mos harrojmë brenda këtij karvani, këtyre federatave, prej 10 shtete që janë pjesë, 4 shtete nuk kanë pranuar ndërkombëtarisht politikisht. Është Moldavia, Romania, Çiproja dhe Greqia. Kjo është punë jonja. Ne të sjellim, ta shohin sepse mos tjetë skepticizëm, po tjetë realitet. Skepticizëm edhe dyta kjo është njohje. Njohje e reciprokë. Ku po vjen ai? Po vjen shtetin e Kosovës. Shtetin e Kosovës është nder privilegj për neve, për shtetin. Një element shumë i rëndësishëm, po të ndërprej ndoshta në mohabet. Një element shumë i rëndësishëm që i intereson të dëgjues është sa është numri garuzëve që kanë marrë pjesë total në kampionatin ballkanik Kosovë, edhe a dihet parafërsisht se këtu përfiton edhe shteti financiarisht. A dihet parafërsisht në ndonjë farë lloj vlere sa mundet Kosova me përfitu gjatë organizimit të kampionatit ballkanik? Unë do të jena 144 sportistë në total, duke i përfshirë tonë. Po tonë. Totali me staf me krejt që vinë ata do të jenë 285 over 300. Sa i përket përfitimeve, ne kemi fitu me momenti që kanë ardhur. Po, pajtohen, parimisht. Çka përfitojmë më shumë? Një imash të jashtëzakonshëm në Federatën Evropiane Botërore. Plus. Në janar të vitit të ardhshëm, ku kongresin në Maltëzi, do të hapet pika e kampionatit ballkanik si ka qenë Kosovë. Turin ndërkombëtar që kom pas luftu për me marrë turi Kosovës në vitin 2019 në mënyrë zyrtare, kom qenë skeptik vetveten, një stres të jashtëzakonshëm se si do të bëhet organizimi, si do ta bëjmë mundësi, dhe nota ka qenë shumë e lartë nga Federata Botërore e Ciklizmit. Shkandallon ajo me këtë. Aty ka qenë vetëm ekipet elitare më të forta për shembull. Këtu kemi në 6 kategori. Të ka dhe fëmijë të moshës vitit 2012. Dhe besimi, besueshmëria, siguria e shtetet të tyre politike që mendojnë që nuk do të ketë siguri, ajo është një besueshmëri e jonja personale sepse është fëmia jem aty. Dhe është një përgjegjësi jashtëzakonshme. Dhe shteti jon do ta shoh këtë për të mirë dhe besoj që për të mirë sepse në hapje do të jenë kryeministri i cili ka shpreh dëshirë me hap të gjithë instancat qeveritare dhe sportive të ministrit dhe departamenti i sportit, i cili me të vërtetë i falenderoj shumë. Kjo është puna jon me bë dhe pastaj çka vjen më vonë do të bëjmë më të mirën që të kem edhe premio, edhe pse do të kenë medalje edhe disa sponsorë që do të japin atyre vendet parë, dytit, tretit. Do shta edhe këto me të pyet për punën e sa kanë me qenë etapat, cilat janë rajonet që kanë më prek, edhe shpërblimi, sigurisht në fund, që ndoshta është në interes me ditë. Në kështu, dita e parë do të jetë kronometër dhe do të jetë preferizohet në fshatin Bibaj aty ku fillon në Magjistrala, do të jetë deri në Lipjan, afër Lipjanit, dhe do të kthehen, do të thonë 28 kilometra totali e kategorisë elit, kurse këtyre tjerë. Kronometri është me shpejtësi më të lartë, pra. Po sa më shpejt, përfundu më shpejt. Po sa më shpejt ai edhe për me dalë shpejtësia mesatare më e fortë për me zonë vendin e parë. Ditën e 2 do të jenë kategoritë kadet të 2 gjenive dhe pastaj kategorive junior 2 gjenive. Do ta kenë kadet do ta kenë 65 kilometra, kurse kategoria junior do ta ketë 75. Dhe kjo është ai problemi i sigurisë totale
të autostradës, të cilën unë i falenderoj shumë në mirë kuptim qytetarët e Kosovës që ta kenë se njëherë në vjetë mbahet kjo se nuk do t'i vjen kur ndoshta radha që kampionati ballkanik të marrë. Jo, vjetë valla, kjo vjen tash edhe ku me ditë herën tjetër. Ndoshta probleme shumë të mëdha që do të ketë pastaj për me orën në Kosovë. Dhe mbi gjitha ne mendojmë që në kategorinë kadet kemi një ciklist të jashtëzakonshëm, po ashtu edhe në kategorinë juniore kemi këta dy kategori që janë perspektive ciklizmit kosovar të ardhmen. Mendojmë që të hyjnë në treshën e parë. Mendojmë me përgatitjen, performancën dhe përgatitjet në kamp që i kanë bërë dhe kisha kemi po na me ekipën tonë ku jam i informuar më dhone sepse jam prej fushës akademike të ciklizmit. Aty është e fati, ndryshimet klimatike do të ketë duket shi të shtunë në diellën, aty ndoshta do të ketë pak probleme, sepse do të ketë ndoshta rrëshitje, filozoti mos të ketë, inshallah. Dhe gara e tretë është elitë paradite, kurse pas përfundimit të gjinisë femërore, që është në 8:30 minuta, do të fillon pas asaj në njëherë do të fillon kategoria elitë. E kemi 6 ciklist shumë të mirë, për herë parë që i kemi më të mirët. Nuk besoj që do t'i përfundojnë të gjithë garën, se është shumë garë e fort. Mendojmë që shpejtësia mesatare do t'a kalon 48 total, dhe do të ketë, sepse është rruga Sisoje, është e rrafsht dhe altituda do të ndryshon me 70 metra diferencë, dhe do të jetë rumunët dhe turqit aty brenda ka sportista që janë në ekipe profesionale, ndërta ka eksperiencë ekipa jonë, sepse në Turqi dhe në turën e Shqipërisë kanë marrë pjesë me këta dhe javdin performancën e tyre. Në qoftë se ik ndonjë ciklist dhe do të jetë i Kosovës brenda aty, unë ju garantoj që do të jenë treshën e parë. Falenderoj shumë për kohën dhe për detajet, për ndryshe gara nis të premten. Edhe do të zgjas deri të dielën. Ju urojmë shumë sukses, uroj që gjithçka shkon mirë dhe shkon mbar në këtë organizim që është i pari në Kosovë. Unë të falenderoj shumë zotin Naim, të mirë pres të jesh pjesë e këtij eventi, sepse përvoja jonë dhe përvoja e gazetarisë na nevojitet, sepse nuk e dim çka do të ndodh pas 2027-2028 me qeverinë tonë të re pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ka mundësi të ulemi të bisedojmë me Federatën Botërore që do të jenë musafir ndoshta shumë shpejt në fund shtatorit, dhe të bisedojmë që edhe bashkë me Komitetin Olimpik që një etapë së dytë asil me Giro d'Italia, kur ka mujt Shqipëria, kur ka mujt Bullgaria me sjell, pse s'kemi mundësi. Kosova sa dush. Kemi bukurinë natyrore të bukura dhe besoni ata me këtë është një test i jashtëzakonshëm ku për vizioni im është Giro d'Italia të vjen në Kosovë. Inshallah bëhet. Faleminderit shumë. Zani më i mirë që kesh mujt me ndodh vendit është ajo. Por pas kësaj ajo është besojmë vetëm me miq të mirë dhe ata që dojnë sportin në ciklizmin këtë radhë. Falenderoj shumë për kohën. E di që ke pas angazhime sot, po e vlerësoj prezencën. Është ndër privilegj dhe jam i gatshëm në çdo moment të ju përgjigjem juve.